Opozita dhe zoti Berisha ishte në hall. Se kanë qenë disa vite u detyrua që ta aprovonte atë kod. Dakord? Tani hajde ta diskutojmë, ka fajin opozita apo jo që aprovoi atë kod, po fakti është ky. Po jam dakord me këtë që thot zoti Lela. Tre ndryshime kanë qenë, një nga tre që mos e bëj tani ti mos e shuaj që janë ulur për reformën, se kjo është me fshetë që kanë ndodhur 2021, me një armë që kanë ndodhur vendimet e gjykatës kushtetuese, për kodin e ri, që duheshin zbatuar, që duheshin zbatuar. Si, pse zbatuar gjykatës kushtetuese? Po kjo është, po çfarë do të bëjmë? Nuk bëjmë si Bajrami. Çfarë them dyshe? Nuk bëjmë dot si Bajrami. Bajrami bëni gjë tjetër. Po ta mbarojmë pse unë ju dëgjova. Kjo me çka pas vendimet gjykatës kushtetuese që duheshin zbatuar është një armë më e fortë në duart e opozitës për të ndikuar reformën zgjedhore, jo për t'u dorëzuar. Negociojmë kushtetuese për interesat tona, po unë s'do e pranoj kurrë edhe një herë. Po këtë po thua. Në qoftë se nuk zbatoheshin vendimet e gjykatës kushtetuese, zgjedhjet viheshin në dyshim legitimiteti dhe opozita e ka pas favor këtë për të ndikuar kodin, jo për të bërë më dobët, është komplet e kundërt. Do të bënte zgjedhje, po s'do të bënte zgjedhje, ndaj mendje. O zotëri edhe një herë, po flas për aftësitë negociuese të opozitës. Po nuk shkon një herë në 2020 ku ndryshoi kushtetutën në lule një anshme më. Ledi, po flas për aftësitë negociuese të opozitës. Kur janë bërë ndryshime. Mirë, shumë dakord. Biu shumë dakord. U është Bybashi e bëri reformën për hallin e vet. Tani do flasim pak për atë që dëmton të gjithë, edhe partitë politike që është shërnjosja e koalicioneve. Po do flasim. Po kjo është thelbi më burr. Po s'u duhet mos e çfarë bëri ai zotëria për komunave. Mua më intereson që ky sistem nuk lejon dhe partitë e reja dalin për të asaj gjë. Ta mbaroj që shkoj te Asimi, lutem se na ka pritur deri tani. Unë nuk kam nevojë që të shoh raportin e Benjan, një sekond mos flisni paralelisht. Dy fjali dhe mbylla pastaj. Nuk kam nevojë që të shoh raportin e OSBE Odirit për të kuptuar që në një vend si Shqipëria, kur një qeveri, një parti qeverisë për 4 mandate resh të jetë rritur autokracia dhe niveli i përqendrimit të pushtetit. Pse kam nevojë të ma thot raporti ose unë këtë e di. Ma thot logjika. Kjo do ishte problem edhe nëse ndodhte në Zvicër që një qeveri zgjaste 4 mandate, e jo më në Shqipëri, në Ballkan. S'kam nevojë të ma thot raporti fare këtë gjë. Prandaj kur fut në analizë variablën e opozitës, e fut për këtë gjë, se ku ta gjejmë ne shpresën, po themi që këtu për të ndryshuar diçka. Çfarë kërkoi Edi Ramës që të demokratizojë vendin? Më vjen keq, po s'ja kërkoi dot, se nuk e bën. Presioni bën. Pra, një sekond. Çfarë presion? Jo pra se zgju, ai nuk po pyet për opozitën, e cila ka 500.000 vota, do pyet dy fishra. Gjithë fajin e nxjerr ke fakti që opozita e bëri atë pislikun në 2004, se 2020 ndodhi asnjë gjë. Kjo është ajo gjua. Po e bën me faj, që ka si Fredi me drejt. Nuk po e bën me faj. Po bën me faj, mos po të që faj, po edhe herë. Kur më fal Ofred, kur e vë. Nuk e di, os po kuptoj. Kur e vë highlightin tek vetëm një gjë dhe e bën si hilet madhe që në fakt e bëj Sali Berisha për hallet e veta, sigurisht që kjo helmon edhe analizën e tërësishme. Jo, nuk e thash për hallet e veta, thash Sali u kishte hallet e veta, thash opozita ishte në hall. Opozita ishte në hall. Bëri edhe lexuesin e mendjes. Nëse ti opozitën e lidh vetëm me Sali Berisha është tjetër gjë, po thash opozita ishte në hall. Ta thënë për mua ai është opozita, por kjo është çështje tjetër tash. Un prapo flas për atë që do flas ndërmjet sinqert, shohim çfarë probleme ka. Apo thjesht do me cicmisën me problemet i ka thënë raporti. Jo, nuk ka thënë raporti, s'ka thënë shumë gjëra, po mos të hym ti muhabeti. Pra për mua është mjaftueshëm. Se unë s'e gjej nga raporti. Nuk kam nevojë të ma thot raporti që nëse një vend si Shqipëria, qeverisë, një qeveri, 3 mandate që do rritet autokracia. Ke nevojë të ta thotë dhe raporti zotëri, sepse po mos kishte nevojë, atëherë i thua se bëjë ditë mos hajde fare se ne i zgjidhim vetë hallet tona. Po neve na duhet ky raporti për shpresuar që ata që kemi alat, ta shohin ç'a drejtë jemi neve. Dhe ta hapin kapitujt more vetë gjë që kemi dorë neve i dashur. Nga një anë ose bëj janë vetë gjë që kemi dorë ne i dashur, dikush të negociata. Dikush e vetë gjë që kemi dorë. Paktën të lexojmë me sinqeritet ato që ka thënë raporti. Po ta bëjes që asgjë nga ato që e ka shkruar si problematike, nuk i ka shkel opozita. Po mirë. I ka shkel qeveria. Ka shkel opozita. Këtu do të mbajmë fokusin që ka shkel më vëlla. Mua më intereson strategjia politike e opozitës në këtë kontekst. Nuk më intereson mua fajti. Se pastaj, mos e pyet çfarë pret nga opozita. Prit. Një sekond. Minimalisht të jetë koherente politike njëre. Ja, shikon? Si, ja koherenca i zgjidh këtë problem. Ja pra, kjo është ajo, kjo është ajo. Po mirë, kam një koherencë për dos, që jo standardet e zgjedhjes. Politika është banaliste. Jeni shumë një sekond se po bëj rëmuj dhe zhurmë. Lela thot, po çfarë bëjmë ne? Ja, nuk është Jo, pastaj çfarë bëjmë?
mos e bane Pa me the zot. çfarë Me këto ballo burr. Asime, të lutem, ju lutem pak respekt për Te që Asimen. çfarë të bëj opozita? Jo, s'ta tha. Si jo, më para 5 minuta. Ta tha qëndroj mirë ke raporti, pastaj kalojmë në opozita. Raporti, atëre po them. Raporti është shumë problematik. Dakor, po kjo është Hajde diskutojmë. Asime, lutem. Raporti është shumë problematik për gjendjen e demokracisë Është shqiptare. problematik, Nuk nuk është është problematik, problematik. Ky është konstatim. Po të s'kishe nevojë për këtë se ti e kishe konstatuar vetë. Është raporti problematik dhe standardet e Shumë problematik, jo problematik. cënon koherenca e opozitës. Kjo ishin dy Jo, minimalisht unë ta duhet jazaj të kërkoj koherencë politike nga Unë po opozita. fajsoj se Të është lutem. opozita se është në këtë gjendje Se demokracia mendon shqiptare. pra, kjo është problemi. Të njëjtën gjë jeni duke thënë në forma të së bëni debat kot. Asimja, lutem. Tani